Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykat 8 persona, shtetas shqiptar dhe kosovar të akuzuar për trafik armësh dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Hetimet të kryera nga një ekip i përbashkët mes autoriteteve shqiptare dhe atyre të Kosovës zbuluan një grup kriminal që kishin krijuar një rrget për të trafikuar armët nga Kosova drejt Shqipërisë. Sipas hetimeve, shtetasit shqiptar akuzohen për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit, ndërsa shtetasit kosovar për trafikimin e armëve dhe municionit. Grupi kishte bler armë të tipit pistolet të zoragi nga Turqia me qëllim shpërndarjen e tyre në qytete të ndryshme shqiptare. Gjatë operacionit ndërkombëtar që u zhvillua në koordinim me mbështetje nga Europol, u arrestuan gjithsej 16 persona dhe u sekuestruan 64 armë dhe municione. Hetimet treguan se armët shpërndaheshin në Tiranë, Prishtinë dhe Ferizaj, duke përdorur makina private dhe autobus për transportin e tyre. Autoritetet shqiptare dhe kosovare nënvizojnë se shkatërimi i këtij rrjeti kriminal përbën një goditje të rëndësishme për trafikun e armëve në rajon dhe pasqyron bashkëpunimin efikas ndërkombëtar në parandalimin e veprimtarive kriminale me rrezik të lartë.